të quar që tinje të gjithë veshjet e Shqipërisë, po cili prej tyre është më i bukuri? Këtu më kem fut në vështirësi, në fakt, për faktin se nuk dua t'i ndaj, gjithse cila prej tyre ka një vlerë në vetvete, dhe unë po t'ju marrë me radhë se çfarë janë ato veshje dhe çfarë bukurie kanë, as ju vetë nuk do t'a ndani, por gjithsesi, më thoni ta ndaj pak veshjen e Tiranës, është shumë e bukur sepse është dhe veshja ime, duke qenë se jam vetë tiranëse, ja ka veshur vajza. Ja ku është Debora që është veshur me veshjen e Tiranës? Xhubleta jonë, po. Jo, ajo është veshja me dimiqe e Tiranës dhe shumë njerëz kur ne e prezantojmë thonë që jo, kjo është e huazuar nga Turqia, absolutisht. Unë e thej me bindjet plot, mënyra se si janë prerë kostumi i Tiranës, se si është qëndisur, formulat që janë përdorur në të, nuk ka gjë që t'i afrohet, nuk ka gjë që t'i afrohet asaj veshje, dhe me të gjithë këtë dosjen që mund bëjmë për veshjen e Tiranës, ajo merr një status që është e zhvilluar në Shqipëri. Kemi thënë njërë në Dance With Me këtu në televizionin Klan për xhubletën, që ishte një trofej që u fitua edhe që ishte një patrimonio de l'umanità nga UNESCO, apo jo? Po, xhubleta është veshja më e vjetër. E thash për Tiranën sepse jam rritur vetë në Tiranë, por kur flas për Tiranën, rri pak si e strukur, se gjithmonë them do më kritikoj xhubleta. Pa diskutim që është veshja më e vjetër shqiptare, është veshja më e bukur shqiptare. Është veshje që ne tani jemi krenar sepse ajo është futur në listën e mbrojtjes së UNESCO-s dhe në një pasuri botërore dhe vërtet ajo e meriton pasurinë botërore. Për faktin, unë e kam studiuar me vite të tëra teknikën e ndërtimit të xhubletës, mënyra se si është ndërtuar, formulat e prerjes së saj, mënyra se si ajo ndërton zgjerimin, si thua, vertikal me prerje horizontale, e bën atë shumë unike, shumë të veçantë. Pastaj, mënyra se si është qëndisur dhe është punuar, është veçantia më e madhe. Do shfletojmë një album këtu të veshjeve të tua fantastike Dira bashk? Do mi përshkruash me nga një fjali këto veshje të mrekullueshme që janë punuar në atelien tuaj? Si që thamë së fundmi, unë kam ndërtuar, si tu është kam bërë albumin Thesaret e Tiranës, dhe në këtë album kemi veshjet e Tiranës. Veshjet e Tiranës janë aq të bukura. Ja, e kam këtu të autografuar nga ju, një kujtim shumë i bukur të ta studioj. Dhe që dhe unë të jem një slëtare për t'i futur dhe këto në trashëgimin botërore të UNESCO-s, për faktin sepse mbartin shumë vlera në vetvete. Ja, unë për shkakun tuaj do lexoj një libër që nuk e kam lexuar asnjëherë për shembull. Kështu do jem pak më e ditur nesër kur ta lexoj. Patjetër, ai ka edhe një paragraf brenda tij që tregon se si këto veshje ishin pjesë të pajave. Kjo është një veshje nusesh, e cila nusja e vishte ditën e hënë dhe dilte nusëronte në shtëpi, por gjatë ditëve të javës i tregohej dhe rruga për të shkuar deri tek pusi ku mbushej uji. Dhe kjo rrugë printe një djalë i cili e çonte deri tek pusi ku ajo do të mësonte rrugën ku mbushte ujin për shtëpinë e saj. Fantastike, është shumë e bukur, është dhe fashion, sa e bukur është. Është vërtet e bukur dhe kjo është e rindërtuar nga ne, po kemi ruajtur çdo element ashtu siç është e vjetra. Kjo është veshje e dhëndrit, janë veshje mbi 100 vjeçare, të cilat ne i ruajmë dhe vërtet mundohemi të prezantojmë her pas here, sepse janë aq të bukura. Vishën në dasmat shqiptare më kështu, vishën her pas here, patjetër që vishën dhe janë mënyra më e mirë për ta prezantuar këtë lloj veshje dhe për ta ruajtur këtë trashëgimi. Madje të gjithë prindrit janë të predispozuar t'ju ja bëjnë dhuratë fëmijëve të tyre të tilla veshje. Veshjet mbartin edhe status social. Nusja vishe ndryshe, gratë në mosh vishin ndryshe, dhe kjo është veshje e vjerës, e cila mund ta vishte në evente të ndryshme, por këtu më doj është veshur ka martuar djalin e saj. Vjera shumë e bukur, shumë të bukur e kemi menduar vjerën. Zonjë, ka lezetë. Patjetër dhe kombinimi me të cilën Vjera si nusë në këtë rast. Vazhdoj me foton tjetër të lutëm të albumit? Kjo është veshje e dhëndrit, për të ri ndërtuar, duke ruajtur çdo element të veshjeve të vjetra, ashtu siç ato e kanë, duke përdorur në këtë veshje teknikat artizanale, pjesën pamore të saj për të ruajtur dhe statusin krahinor, por dhe statusin social që ishte për dhëndrit. Këtu janë dy gratë të cilët takohen ke pusi dhe mbushin ujë her pas here me gratë e lagjes dhe mund takoheshin ke pusi. Është shumë romantike kjo, sa më pëlqen kjo pamje, kështu fantastike. Dhe shkëmbenin me njëra tjetrën dhe bisedën,
ndërkohë që bënin dhe punën e shtëpisë. Kjo është si ato veprat e rilindjes që ishin në piktura, këtu ishin materializuara me veshje konkrete, duket që është frymëzimi një gruaje me shumë botë dhe me shumë shpirt përveç duarve të arta të gjithë zonjave që i përshëndes shumë të gjitha zonjat dhe artizanet e jashtëzakonshme të Shqipërisë që bëjnë këtë punë, që është një profesion shumë delikat, jo shumë i shpërblyer dhe i vlerësuar, po që mbart një vlerë të jashtëzakonshme për identitetin kombëtar të shqiptarëve. Shumë vlerësim për juve. Vazhdoj me pyetjet e tjera, se s'kemi mbaruar. Etieni, si e bër more Etien, si e bër, o zot sa i bukur e bër. Erlinda, po ti me çfarë shpërndan të gjithë to kostume në për Shqipëri, me autobus apo helikopter? Tani, unë, me thënë të drejtën, i shpërndaj me një autobus, që quhet autobusi i traditës. Sa bukur. Dhe ky autobus ka 4 vite që udhton në të gjithë Shqipërinë dhe ai është shumë i vogël për trashëgimin aq të madhe që ne kemi, por gjithsesi unë jam munduar që me këtë autobus muze t'ju tregoj të gjithë të huajve që shkelin Shqipërinë që ne kemi një trashëgimi shumë të bukur dhe sinqerisht dua t'ju them një gjë, nëse do jeni prezent dhe të takoni njerëzit që futen aty, turistat që futen në autobus, do merrni një fjalë. Wow, çfarë ideje. Kjo është ideja vërtet e bukur. Nuk duhet të zgjatem, por nëse ne do të shikojmë tipologjinë e turistave, turistat mbi moshën 45 apo 50 vjeç presin bileta para se të vinë për të shkuar në muze apo për të njohur trashëgimin kulturore më të thellë të një vendi, ndërsa të rinj gjithmonë duan argëtime të tjera. Kurse ne me ata autobus muze kemi bërë një gjë tjetër. Ju kemi treguar të rinjve që muzet tona janë shumë të bukura. Është si thua një indicia e parë për ta ditur që muzet shqiptare janë vërtet një ide për të vizituar dhe për të parë nga afër. Autobus muze, autobusi i traditës shqiptare, fantastike. Dior. Edilina, ti shpërndan roba, kostume shqiptare në gjithë botën. Po ku ka qenë vendi më i largë që ke shpërndar kostume? Ne kemi shqiptar në gjithë botën dhe unë kam fatin që vërtet të jemi kesha e shumë shqiptarve në gjithë botën, në vendet më të largëta nga Shqipëria, në Zelandën e Re, në Kanada, në New York, në të gjithë shtetet e bashkuara të Amerikës, pastaj Europa për mua është shumë afër për t'ju dërguar shqiptarëve veshje, i themi jo më shumë se 2 ditë larg është nga unë, duke filluar nga Anglia e deri në fund të Europës. Pyetjen tjetër Dior. Po. Kapuçët mua më pëlqejnë në Spider-Man. Po cilët kapele popullore, kapele. Cilët kapele popullore janë më superhero? Qeleshi apo Plisi? Apo Qulafi? Po, se bashkë me traditën nuk humbasim edhe fjalët gjuhësore të bukura tradicionale. Qulafi unë nuk e di se kam përmendur ndonjëherë. Sot i erdhi radha të përmendet. Në fakt edhe vetë qeleshja është identifikuese e zonave sepse qeleshja dhe qulafi janë e njëjta gjë? Po, sepse ai me maj quhet me fjalë në jug quhet qulaf, në veri quhet qeleshë ose plis. Po, ajo është qeleshja ajo aty, ë? Tek tavolina. Ajo është qeleshja pak të plisi i veriut, po. Ndërsa ky është qulafi që na mençunat. Okej.